Të nderuar profesor dhe studius, të nderuar pjesëmarrës dhe organizator. Është kënaqësi sot të jem pjesë e kësaj konferencë shkencore, e cila trajton një nga sfidat më të rëndësishme të kohës sonë, raporti ndërmjet traditës juridike, modernizimit institucional dhe inteligjencës artificiale, veçanërisht kjo në funksion të sistemit të drejtësisë. Historia e së drejtës shqiptare dëshmon se drejtësia nuk ka qenë thjesht një mekanizëm formal normash, por një element themelor i organizimit shoqëror dhe i ruajtjes së rendit komunitar. E drejta zakonore shqiptare, e mishëruar në mënyrë emblematike në kanun, për shekull me radhë, funksionoi si një sistem juridik autonom dhe koherent, duke rregulluar marrëdhëniet familjare, pronësore, shoqërore, në mungesë të institucioneve shtetërore moderne. Në këtë traditë juridike, drejtësia mbështetej jo vetëm mbi autoritetin e normës, por mbi legitimitetin moral të komunitetit. Në thelb të këtij sistemi qëndronte ruajtja e harmonisë sociale dhe rikthimi i ekuilibrit ndërmjet individit dhe komunitetit. Megjithatë, ndërtimi i shtetit modern shqiptar kërkoi një transformim të domosdoshëm institucional dhe juridik. Reformat e ndërmarra gjatë periudhës së monarkisë zogiste shënuan kalimin drejt një sistemi juridik të centralizuar laik dhe të harmonizuar me modelet juridike evropiane. Kodifikimi së drejtës, veçanërisht me kodin civil të 29-ës, sipas frymës së modelit francez, krijoi bazat e një rendi juridik modern, të unifikuar dhe të orientuar drejt garantimit të barazisë para ligjit dhe sigurisë juridike. Sot, përballemi me një tjetër etapë transformimi, ndoshta po aq të rëndësishme sa procesi historik i modernizimit të shtetit, revolucionin teknologjik të inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale po ndryshon në mënyrë të thellë mënyrën se si konceptohen dhe ushtrohen profesionet. Sistemet algoritme po përdoren gjithnjë më shumë për kërkim juridik, analizë jurisprudence, hartim dokumentash apo dhe menaxhim çështjesh, madje dhe për modele parashikuese në procese vendimarrëse. Ky zhvillim sjell rritje të efikasitetit, reduktim të kostove dhe përshpejtim të proceseve procedurale. Por transformimi që po përjetojmë nuk është vetëm teknik, ai është thelbësisht filozofik dhe institucional. Pyetja që shtrohet sot është më e thellë se sa thjesht përdorimi i teknologjisë në drejtësi. Apo kalojmë gradualisht nga një drejtësi e mbështetur mbi arsyetimin njerëzor, përvojën dhe ndërgjegjen juridike drejt një drejtësie të ndërmjetësuar nga inteligjenca artificiale? Kjo pyetje prek vetë esencën e së drejtës. Në një kohë kur teknologjia premton automatizim dhe efikasitet maksimal, ekziston rreziku që drejtësia të reduktohet në një proces teknik të përpunimit të dhënave, duke humbur dimensionin e saj njerëzor, etik dhe social. Drejtësia nuk mund të kuptohet vetëm si prodhim vendimesh. Ajo lidhet me besimin e publikut, me perceptimin e panshmërisë dhe me garantetin e dinjitetit njerëzor në çdo procedurë. Nga ana tjetër, inteligjenca artificiale ofron potencial real për zgjerimin e aksesit në drejtësi. Përmes platformave digjitale, automatizimit procedural dhe sistemeve inteligjente të informacionit juridik, qytetarët mund të kenë akses më të shpejt, më transparent dhe ekonomik ndaj shërbimeve juridike. Në veçanti, për shtetet me sisteme gjyqësore të mbingarkuara, teknologjia mund të kontribuojë në reduktimin e vonesave procedurale dhe në rritjen e efikasitetit institucional. Megjithatë, duhet të bijem dakord se efikasiteti nuk mund të jetë kurrë një vlerë superiore ndaj drejtësisë. Pikërisht, për këtë arsye, ruajtja e garancive procedurale merr sot një rëndësi dhe më të madhe. Përdorimi i inteligjencës artificiale duhet të respektojë në mënyrë të pakushtëzuar të drejtën për një proces të rregullt ligjor, të drejtën për mbrojtje efektive, transparencën dhe arsyetimin e vendimarrjes, barazinë e palëve para ligjit, si dhe të drejtën për të gjykuar nga një autoritet i pavarur dhe i paanshëm. Prandaj sfidat që kemi përpara nuk janë vetëm teknologjike, por thelbësisht juridike dhe kushtetuese, duke kërkuar një qasje të matur dhe të balancuar. Teknologjia duhet të mbetet një instrument në funksion të drejtësisë dhe jo një mekanizëm që zvendçon thelbin e saj. Në këtë kontekst, roli i shtetit dhe institucioneve publike është vendimtar për të garantuar standarde të qarta etike dhe juridike për përdorimin e inteligjencës artificiale, të sigurojë transparencën algoritmike dhe llogaridhënien institucionale, të garantojë mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësinë, si dhe të ruaj rolin qendror të gjykimit njerëzor në procesin e drejtësisë. Tradita juridike shqiptare
Pavarësisht evoluimit historik të saj, na kujton një të vërtetë themelore. Drejtësia nuk ndërtohet vetëm mbi norma dhe procedura, por mbi besimin publik, përgjegjësinë morale dhe legjitimitetin institucional. Ky është një mësim që mbetet po aq aktual edhe në epokën e sotme. Le ta shfrytëzojmë këtë moment transformimi, jo vetëm për të zvendësuar dinjitetin njerëzor të drejtësisë, por për ta fuqizuar atë, në mënyrë që sistemi juridik të bëhet më efikas, më transparent, më i aksesueshëm dhe më i drejtë, duke ruajtur njëkohësisht vlerat themelore mbi të cilat ndërtohet shteti së drejtës. Ju falenderit për ftesën dhe ju uroj punime të mbara. Ju falenderit për fjalën zonja zëvendës ministre. Besoj që gjithë emocione para e gjithë statut akademike dhe të ftuarit i vura re emocionet veç. Besoj që çështjet e identifikuara nga ju në fjalën përshëndetse do jenë dhe fokusi i diskutimeve në panelet teknike të këtij simpoziumi. Më lejoni të jap fjalën për të përshëndetur simpoziumin, një partner shumë të rëndësishëm me të cilën kemi qenë në gjitha organizimet shkencore, dekanes Fakultetit Drejtësisë Universitetit të Tiranës, zonjës Dorina Hoxha. Fjala për ju, profesora. Faleminderit zoti Belishta, i nderuar rektor i Universitetit Luarasi, i nderuar rektor i Akademisë Sigurisë, i nderuar zëvendës ministre drejtësisë zonja Hoxha, të nderuar akademik, profesorë të institucioneve ndërkombëtare, miq, kolegë, në cilësinë e dekanes Fakultetit Drejtësisë Universitetit të Tiranës, është gjithmonë një kënaqësi shumë e madhe bashkëpunimi me Universitetin Luarasi për aktivitetet kërkimore shkencore që vetë ky institucion i ka bërë gjithmonë me cilësi të lartë, gjithëpërfshirës edhe ka parë gjithmonë në shumë dimensione. Unë e përgëzoj faktikisht dekanin, rektorin dhe organizatorët për temën aktuale dhe sfiduese, gati u bëra dhe xheloze në lidhje me këtë kërkim shkencor të cilën e kemi drejtuar, sepse është një temë sigurisht aktuale, por shumë sfiduese dhe tregon sigurisht dhe përcakton detyrat tona si juristë të qasim dhe të bëjmë të konfrontojmë, të bëjmë përputhshmërinë themi të së drejtës me zhvillimet e kohës. E drejta në fakt ka qenë gjithmonë i lidhur ngushtë me zhvillimin njerëzor, ajo ka lindur nga nevoja për rregull, për bashkëjetesë dhe për drejtësi, dhe në periudha të ndryshme historike, shoqëritë kanë ndërtuar format e tyre të organizimit juridik, duke reflektuar sigurisht edhe kulturën, traditën dhe vlerat e kohës. Edhe tradita juridike shqiptare, me elementet e saj historik dhe zakonor, përbën një pjesë të rëndësishme të identitetit juridik dhe kulturor. Sot, megjithatë, ne përballemi para një realiteti ndryshe, zhvillimi teknologjik dhe inteligjenca artificiale po ndryshojnë mënyrën se si po funksionon vetë shoqëria. Çështje që deri pak vite më parë dukeshin si një pjesë e së ardhmes, sot janë pjesë e përditshmërisë sonë.